E qartë, Kosova në fakt për hir të vërtetës ka patur njësër, më themi, të reja dhe zhvillimesh. Këtë herë është edhe për çështjen e veteranëve, ku Gjykata Supreme e Kosovës ka marrë një vendim tjetër, që veteranëve kur me ligjin e mëparshëm ju kërkoi që mos ishin në marrëdhënie pune për të përfituar statusin dhe pensionin, pagesën thënë këto lloj forme, tashmë është fuqizuar dhe edhe ata që janë të punësuar diku patjetër që kanë qenë pjesë e UCK-s mund të marrin dhe këtë pagesë mujore. Është një luftë e gjatë e tyre për të arritur në këtë moment? Është interesant, pyetje shumë e vën Alba, nga se një vendim i tillë është marrë që nga qeveritë e kaluara, të cilat opozita përpiqet që edhe u përpoq që në opinionin e mbrëmshëm t'ia paraqes këtë vendim lidhur me veteranët kësaj qeverie. Mirë, po shumë shpejt u publikua pra lajmi se ai vendim ishte marrë në vitin 2015 dhe këtë vendim pra e mori Gjykata Kushtetuese e zhvlerësoi atë vendim. Mirë, po kur kihet parasysh që ka 2-3 javë ku kryeministri në detyrë, zoti Albin Kurti, deklaroi se këtë vendim do ta merrte edhe qeveria e Republikës Kosovës, ku ai paraqiti 4 vendime të mëdha që do të marrë posa të vijnë pushtet. Është një lajm i mirë për veteranët, sepse faktikisht nuk është dashur edhe nga qeveritë e kaluara të mos sanksionohen veteranët, sepse atyre ju takon një drejtë e cila ka fituar dhe të mos ketë një pengesë për një punë tjetër. I qartë. Megjithëse të kam në këtë bisedë, do përfitoj të prek edhe disa tema të tjera sa i takon një proteste tjetër. U mbajt protesta e parë për UCK-n në rrugët e Prishtinës, u zhvendos në Hagë, zbriti në Tiranë dhe u mendua që mund të jetë destinacion në Shkupi, por edhe Malizi, por ndërkohë u shuan si zëra apo si destinacione për të rikthyer sërish në Hagë. Do të zhvillohet kjo protest nga mbështetësit dhe veteranët e UCK-s vetëm pak orë para se të kemi dhe seancën e fundit në gjykatën e Hagës në këtë tribunal ku do të vendoset dhe fati i 4 ishkrerëve të UCK-s, ndërkohë që sipas retorikave apo artikulimeve të fundit ku do të jetë dëshmitari në mbrojtje e UCK-s Westi Clark është përkufizuar dëshmia e tij si tronditëse, pra do të jetë tronditëse dhe do të ndryshojë akoma më shumë fatin e ishkrerëve të UCK-s, marshkas dhe nga deklarata e James Robin që në fakt deri diku edhe ktheu apo ndryshoi rrjedhën e historisë së UCK-s aq më tepër në këtë përballje me drejtësinë. Sa janë gjasat që kjo deklaratë e fundit në mbrojtje të jetë në favor apo të ndryshoj shumë ujërat apo të trazoj ujërat në tribunal? Tashmë të gjithë e dim se gjykata e Hagës është bërë kundër vullnetit të popullit të Kosovës, kundër vullnetit të atij parlamenti, sepse ajo gjykatë nuk është dashur spari që të kalojë në parlamentin e Kosovës. Dhe nuk ka kuptim që një gjykatë e Kosovës të veprojë dhe të funksionojë jashtë shtetit të Kosovës. Dhe ata 4 ushtarak dhe udhëheqës të ushtrisë lirimtare të Kosovës absolutisht nuk është dashur që të jenë në Hagë dhe absolutisht që përkrajnë e kanë nga populli i Kosovës dhe të gjithë partitë politike, qoftë nga vetëvendosja, madje vetëvendosja ishte shumë e ashpër dhe ishte kundër vendimit për marrjen e vendimit nga ana e Parlamentit të Republikës së Kosovës nga atë kohë. Sa i përket protestave, ato nuk kanë diçka të bëjnë keqe, mirë po unë mendoj që nuk mund të jetë presion politik në opinion, mund të ketë impakt, mirë po sa i përket vendimit të gjykatave, unë nuk mendoj që ka diçka që mund të ndikojë tek vendimi i gjykatës së Hagës lidhur me marrjen e vendimit për 4 krye të UCK-s, sepse vendimet e gjykatës nuk merren me emocione, por ato vendime merren në bazë të provave dhe fakteve të cilat i kanë. Pra nëse vërtetohet që provat dhe faktet janë të fabrikuara, dhe unë mendoj dhe besoj fuqishëm se ato janë të fabrikuara nga qarqet serbe, sidomos nga shërbimi i BIA serbe ose i UDBA-s, pra shërbimi inteligjent i cili ka vepruar në Kosovë dhe ata kanë lëshuar para të shumta duke bler njerëz dhe
duke marrë deklarata të rreshme e duke i shantazhuar edhe njerëzit. Prandaj unë besoj fuqishëm që krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës do të jenë dhe do të jerohen të pafajshëm. Dhe kur kiet parasysh që kohët e fundit, pra i përmendë Wesley Krart dhe Rubin dhe disa njerëz me influencë në kohën kur ishte bombarduar Serbia dhe kur në atë kohë kishim bashkëpunuar me Ushtrinë Lirimtare të Kosovës, unë shumë besoj që ata do të sjellin prova dhe fakte të pakontestueshme dhe unë pres që shumë shpejt këta ushtarak, pra krerët e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, të na kthehen shëndoshë mirë dhe të kthehen jetës normale në Republikën e Kosovës. Islami, një çështje të fundit që Gjykata Supreme me sa duket do të jetë në qendër të vëmendjes është fakti se kemi një luftë politike shumë të ashpër, kemi një situatë të tensionuar dhe shumë provokative nga ana e Serbisë, kemi një luftë hibride që shpeshherë e kemi çështje të diskutimeve, kemi dhe raporte të tensionuara me faktorët apo me elementët apo vetë me faktorin ndërkombëtar, por kemi dhe një vendim që vjen nga Gjykata Supreme që mban në fuqi akoma kërkesën apo vendimin e Ministrisë së Arsimit të Kosovës për çështjen e shamive, për çështjen e, mund të themi, eksponentëve apo besimtarëve musliman që janë pjesë e arsimit dhe studiojnë. Unë e di që je pak distancuar në këtë çështje, por duhet marrë dhe qasjen tënde. A është momenti për të patur dhe reagime të spektrit fetar kur i kemi gjithë këto fronte të hapura, luftë politike, mund të themi, në çështjet rajonale, në çështjet ndërkombëtare, kemi dhe një situatë fetare pak të trazuar? S'pore dihet që në Kosovë pjesa dërmuese e komunitetit shqiptar ose popullit shqiptar të Kosovës i takojnë me shumicë pra komunitetit musliman, që në fakt edhe unë i takoj me familjen time, dhe çështja e shamisë nuk është dashur që të politizohet, mirë po kur kiet parasysh pozita gjeografike e Kosovës dhe Shqipërisë, pra vende muslimane në Ballkanin Perëndimor, dhe tendencat e grupe të ndryshme ideologjike duke filluar nga vehabistët, nga shiitët, pra nga vendet e arabe, të cilat ato përpiqen që përmes Ballkanit Perëndimor, që këtu pra janë komunitetet ku janë muslimanët, përpiqen që ta shpërndajnë ideologjitë e tyre në Evropë. Pra stacioni i parë konsideroj që janë shqiptarët, pastaj vazhdon me Novi Pazarin dhe Bosnjë Hercegovinën. Dhe unë në këto qaste, pra për një kohë të caktuar nuk jam mjestare asaj që të vazhdojnë me shamin, për shkak se pjesë dërmuese e tyre përpiqen që ta keqpërdorin këtë element. Sepse asgjë nuk jam kundër shamis, sepse edhe në vendet perëndimore, qoftë në Amerikë, qoftë në Gjermani, unë sautoj, shoh me shami, mirë po tek ne është situata pak më ndryshe, sepse tek ne jem pra musliman dhe përpjekja e grupeve të ndryshme ideologjike të cilat përpiqen që ta keqpërdorin fen. E sidomos shiat iraniane, të cilat ata përpiqen që përmes fesë ta shtrije aktivitetin e vet deri në Evropën qendrore. Prandaj në këto rrethone çfarë jemi, unë nuk kisha dashur që të politizohet çështja e shamisë. E qartë. Shumë faleminderit që ishe me ne dhe bëre një rezume të situatës apo të disa situatave që shqetësojnë vërtet Kosovën. Faleminderit. Kështë tek në sjalba.